Edhe pse shtëpia më e famshme në Kosovë ka mbaruar prej muajsh, Xheneta Fetau nuk ndalon se bëri bujë në media. Së fundmi, ai ka qenë ftuar në një emision ku ka vendosur të flasë hapur për marrëdhëniet e saj dhe për disa persona që kanë qenë në qendër të vëmendjes. Momenti që mori gjithë vëmendjen ishte kur u shfaqën fotot e Drilon Ramës, ndërsa Xheneta nuk u mendua dy herë. Ajo e grisi dhe e hodhi poshtë, duke mos lënë vend për dyshime. Ky djali vdes pas meje, tha ajo me nota ironike, ndërsa tregoi raportin që kanë. Modelja nuk i kurseu komentet thumbuese. Pse është boksier ky, nuk lejohet më të bëj boks. Tipik çuni që në shtëpi thot mamit se do të sjell një gocë, por në prapasken më thërret mua, rretheu Xheneta me humor të hidhur. Edhe pse nuk shkoi deri në gjyq, ajo theksoi se ka fituar gjyqin e saj në mënyrë mediatike. Lufta e vërtet ka qenë me fakte dhe dëshmi. Unë kam qenë aktive dhe ai e ka ditur çdo hap që kam bërë, deklaroi ajo, duke sqaruar një herë mirë situatën e saj me Drilon Ramën. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.